Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka reaguar pas shqetësimit të ngritur nga vizitorë dhe banorë të zonës së Finiqit, sipas të cilit persona të panjohur po kryenin ngërmime të paligjshme në parkun arkeologjik të Finiqit. Gonxha deklaroi se në park po zhvillohen punime të miratuara dhe të mbikëqyrura zyrtarisht në kuadër të projektit restaurimi dhe konsolidimi i murit të bastionit, të cilat po kryen nga një kompani në bazë të vendimeve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore materiale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit informon publikun se lajmet e qarkulluara mbi praninë e personave të panjohur që po kryejnë ngërmime të paligjshme në parkun arkeologjik të Finiqit nuk janë të vërteta dhe përbëjnë keq informim mbi një proces të rëstisht të lishëm restaurimi dhe konsolidimi. Aktualisht në këtë park po zhvillohen punimet e miratuara dhe të mbikëqyrura nga institucionet përgjegjëse të trashëgimisë kulturore si pjesë e projektit restaurimi dhe konsolidimi i murit të bastionit në parkun arkeologjik të Finiqit, të cilat po kryhen në bazë të vendimit numër 206, data 09/04/2021, i rimiratuar me një vendim të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore materiale. Ministri bëri të ditur gjithashtu se projekti ka arritur në 80% të realizimit, duke garantuar stabilitetin afatgjatë të murit të bastionit, sigurinë e vizitorëve dhe ruajtjen e një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Punimet përfshin, sipas ministrit, pastrimin e sipërfaqeve dhe të bimësisë, kryerjen e sondazheve për verifikimin e themeleve, ndërtimin e sistemit të drenazhit, konsolidimin me shufra inoksi si dhe rivendosjen në pozicion të gurve ciklopik të rrëzuar me peshë 1.8 deri në 2.2 ton secili. Në mbyllje të njoftimit të tij, ministri Gonxha fton mediat dhe publikun të verifikojë informacionin pranë institucioneve përgjegjëse përpara publikimit për të shmangur shpërndarjen e lajmeve të pasakta që cënojnë perceptimin publik mbi punën e bërë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.